Dhe di ti them se i kunata vetë mia, me që po më shikojnë, të lutem, ma gjeni pak atë vllajën tuaj, se vllai jot e di që po marr ilaçe këtu, e di që jam smur këtu në shtëpi. Të lutem, ma gjeni pak vllajën tuaj, të lutem, të vita bëj detyrën si burr, me që janë tu çka familjen, ignorante. Po jo, sepse ose do të rras në një denoncim aty në policisë, s'kam ndërmend merrem me ty. Se nuk e di se ka me që jam gruaja e tij dhe ka për detyrë të rrinë në shtëpi dhe nuk e kishte për detyrë edhe të gatunte me që gruaja ishte smur. Dhe jam të bë surume për ditë. E diti e dashur që mua po më pëlqasin damaret kur vjen doktori në shtëpi dhe mi bën surumet? Nuk shpërtheu ajo. Grupi çesmës. Normalisht do laja ambientin, do e pastroja, do e bëja dhe unë jam një person shumë delikat edhe normalisht qëftoj, se ishte turat bor. Jam me temperaturë 39°. Po bëj për ditë surume, që kunata ime se ka rrujt, bythën fare t'i bjena njerë telefonit t'i thoj, qa ke moj zemër? Malo shpërse, nuk jam mësun me këshu njerëzish. Unë jam mësu me njerëz me vlerat, bëj mua bet normal. Kunata ime ka që mire, ka që kullume, që i vika që unë po i shakan familjen. Prandaj, para se të më korrigjosh mu, duhet jesh shumë e sakt me veten. Edhe madje i thot vllajt, po e pash dhe Megi më njëherë live-un? Aje dashur, ma të gojnë kur flet. Jo me mu, se je gabim, edhe korrigjoje vllajin tat, të bëj detyrat që takon, ato detyrat që tha dhe doktori që i po i flasin gjithë njerëzia.